Ne akuzohem se kemi kryer një vrasje në bashkëpunim unë me 2 persona tjerë. Fatkeqësisht i keni vuajtur 13 vite në burg. Fillon me një histori tresht që ka ndodhur në vitin 2009, në skenuar kurdisën dhe të mundtuar për një personit me influencë. Po familjarët kanë dyshime. Gjë që ka ndodhur me pikën e kthesës në jetën time. Nuk keni guxim që ta thoni në Jana, unë për guxim, kam guxim mjaftueshëm. Atë një cili e vogël, kam kërkuar drejtësi për rastin tim. Taku familjarët e viktimës. Unë jam akuzuar për një akt që kur njëtë se kom bërë. Asnjëherë nuk e keni citu, doni ta mbani akoma anonim, që kthehemi viteve në burg. Si ishte burgu për ty edhe si përjetove? Orkestratimin për dhunën më në burgut, edhe çdo fatkeqësi që neve na ndodh në jetë e ndodh për të mirën tonë. Ju kujtohet në një moment që Mu dorëzu, ke thonë mjaft më? aq sa më koni drejt, gjithmonë kanë shkaktuar padrejtësi. Besoj që më lejohet nëse don mu përgjigj mirë, nëse jo është e drejtë jo që e respektohet privatësinë tonë. Për habin ka mashtruar me vite, më ka shfrytzuar gjendjen emocionale në burg, po besoj që ka Zoti vetëm. Edhe di, edhe kam kuptuar që jeta ka përgatitur diçka më të mirë. Kështu që ai s'kam personitur as risku. Çdo të shtunë nga ora 19, vetëm në kanalin ton zyrtar në YouTube, Rrëfim Jete me Baki Zeqirin. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi në emisionin Rrëfim Jete. Një përshëndetje dhe një falënderim shkon për të gjithë ju të cilët vazhdimisht na shikoni në kanalin ton zyrtar në YouTube, ndërsa falënderimi tjetër i takon edhe sponsorit ton, Luani Dent me 2 pikat e tyre në Podujev gjithashtu dhe në Prishtinë. Luani Dent ju mirëpret me një staf të mrekullueshëm dhe shumë profesional. Te Luani Dent mund të kryen edhe shumë shërbime të tjera stomatologjike në mënyrë profesionale. E sonte në këtë studio do të vjen një musafir i cili nuk do në prezentim, sepse ai është i njohur për të gjithë ju. Vazhdimisht ka pasur paraqitje televizive, gjithashtu ai është i njohur edhe në rrjetet tona sociale, e sidomos në TikTok. Videot e tij gjithmonë janë virale, sepse videot e tij janë paksa interesante për të tjerët, por gjithmonë ai që i poston videot, gjithmonë ka një domethënie në videot e tij që të tjerët nuk e kuptojnë edhe ndoshta e paragjykojnë. Ai do të vijë sonte për të rrëfyer shumë çka për jetën e tij, sepse për 13 vite është mbajtur në burg i pafajshëm sipas tij, sepse akuzohet ai dhe 2 shokët e tij se kanë vrarë një person. Edhe pse kanë kaluar 13 vite që e ka vuajtur burgun, ai asnjëherë nuk u dorëzuar duke kërkuar drejtësi për veten e tij, sepse e vuan shumë. Ëndrat e tij janë dalur në gjysmë. Do të vijë sonte për të rrëfyer për jetën e tij, për vuajtjen e tij në burg, gjithashtu për herë të parë do të flet edhe për lidhjen e dashurisë që kishte gjatë kohës kur ai po qëndronte në burg. Me ne dhe me ju sonte Ibrahim Ahmeti, qëndroni me ne. Përshëndetje Ibrahim dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Rrëfim Jete. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Rrëfimi fillon me një histori tresht që ka ndodhur në vitin 2009, në datën 5 gusht vitin 2009. Unë së bashku 2 persona tjerë jemi privuar nga galeria padrejtësisht me një skenuar të kurdisën dhe të mundtuar për një personit me influencë, të cilin e ka shtyr motivi jakmarrës për shkak të raport me pashme që kom pas me ta. Para se të kalojmë te ky rrëfim mjaft interesant që sonte ke ardhur në studio, para se të burgosni, si ishte jeta juaj si fëmijë, si keni menduar jetën dhe pastaj jeta jote ndryshoi totalisht? Realisht unë jam arrestuar në moshën 21 vjeçare, edhe në atë periudhë, në atë kohë, mes shumë solucionëm, kam pa vendosur me registru fakultetin juridik, mirë po përkundër dëshirave edhe synimet mia, jeta ka rrjedhën e vet, edhe shumë sa në jetë vinë në mënyrë automatike, spontane dhe krejtësisht papritet gjë që ndodhi me humbin e lirisë padrejtësisht. Përgatitjet e mia dhe planifikimet e mia për me arrit dhe me realizu një arsimim cilësor që mi shërby vendit tem, kuptohet, familjes edhe vendit, mirë po përkundër kësaj dëshire dhe këty synimit ndodhi një padrejtësi, gjë që ndodhi me humbin e lirisë padrejtësisht. Unë isha duke përgatit për me regjistru fakultetin juridik, gjithmonë e kam dash drejtësinë, që për fat keq drejtësia më ka sfiduar shumë,
Mirë po, kjo është sfida jetës, gjë që asnjëherë s'm ka bë me mu dorëzu as me nështru kësaj padrejtësie. Unë realisht gjithmonë kam një tip sportiv, aktiv në gjitha pikpamjet dhe në fushën e jetës. Jam marrë me aktivitete sportive, jam kanë i angazhuar në një klub futbolli në një fshatin Cermian, kam luajt për ndërshkollën juniors. Kështu që në vazhdimsi jam kanë një tip aktiv që me sport, edhe kam pas synime dhe ambicie për më shkollu në gjitha nivelet e arsimit. Pastaj jeta jote mori një kahje krejt tjetër. Si ndodhi gjithçka kjo që jo u bërgësët dhe si ndodhi ngjarja, për sa kohë domethënë ka ndodhur vrasja që ju jeni akuzuar dhe fatkeqësisht i keni vuajtur 13 vite burg. Realisht kjo periudhë e vitit 2009, që unë e quajm një histori e trisht, gjë që ka ndodhur me pikën e kthesës në jetën time, që kjo periudhë me këtë padrejtësi që ka ndodhur ndaj meje, që sistemi atëhershëm i drejtësisë me struktura dhe njerëz pa njerëz më kanë shkaktuar padrejtësi në emër të drejtësisë. Kështu që më kanë vjedhë kohën, rinin, shkollën, perspektiven, anën dhe gjithçka. Dhe kjo padrejtësi ka ndikuar drejt për drejt mbi planifikimin dhe realizimin e ëndrave të mia. Vrasja e cila ka ndodhur, që jeni akuzu, domethënë ti edhe dy shokë tu për një vrasje që ka ndodhur dhe domethënë për këtë e keni vuajtur burgun 13 vite. Si e pritët si lajm edhe në momentin që ju arrestuan, si ishte për ty ky arrest, ku deri edhe sot ju domethënë nuk dorëzoheni dhe kërkoni drejtësi në këtë drejtim për shkak se 13 vite keni qëndruar në burg, domethënë pa e kryer një vepër të tillë. Realisht, sipas atë akuzës dhe rastet të përshkruar në atë akuzë, thuhet se me datën 25 prill të vitit 2009 ne akuzohemi se kemi kryer një vrasje në bashkëpunim unë me dy persona të tjerë, dhe sipas akuzës të ngritur nga prokurori i çështjes, me një dëshmitare të rreshme dhe manipulume. Për veprën që akuzohem dhe jemi dënuar në të tretë, unë kam fakte dhe prova materiale që dëshmojnë dhe argumentojnë dhe provojnë pafajësinë time. Realisht, kjo akuzë që është ngrit ndaj meje dhe ndaj dy persona të tjerë, për mua ka qenë e habitshme, edhe më kujtohet data 5 gusht e vitit 2009, ku unë kam qenë në moshën 21 vjeçare, jam thirrur në stacionin policor dhe aty për herë të parë ma komentuan që unë dyshohem për një vepër penale vrasje, që unë shpreh habin, për atë rast se s'kam pas kurrë motivi. Mirë po, në pritje si për të lirimin, ndodhi e kundërta që mu më arrestuan dhe më vendosën në një qeli të stacionit policor, më kujtohet ka qenë një qeli e vogël, një ambient pa kurrë lloj inventari, përveç një shtrat për betonit edhe një batanie. Aty ka qenë një atmosferë e tmerrshme për moshën time, rreth e vesh që ishte e re. Mirë po, në pritje të asaj që mas 48 orëve do të lirohem për shkak se akuzat ndaj meje ishin të padrejta dhe nuk kishte asnjë motiv i vetëm që unë të jem inkriminuar apo implikuar në atë vepër penale vrasje. Arresti ndodhi vetëm ty apo edhe me dy shokë të tjerë? Ne jemi arrestuar të tretë për një të vepër, jemi arrestuar mas disa muajve. Sipas atë akuzës dhe rastet e përshkruar në atë akuzë, thuhet se vrasja ka ndodhur me datën 25 prill vitit 2009, ndërsa ne jemi arrestuar me datën 5 gusht vitit 2009. Po, dy shokët e tu e kanë vuajtur 13 vite? Po, ne të gjithë kemi vuajtur, jemi kondenuar 38 vite, të gjithë kemi përfunduar burgun. Gjatë kohës sa kemi qëndruar në vujt e dënimit, unë vazhdimisht jam qenë aktiv në luftën e padrejtësisë. Unë me tërqenën time kam luftu për drejtësi, i kam shfrytzuar gjitha mjetet ligjore që kam pas dispozicion, gjithherë duke respektuar shkallën e hierarkisë së instancave, duke filluar prej instanca më të ulta deri në instancat më të larta juridike. Ju kam adresuar me shkresë mbi 46 institucione, mbi 1000 ankesa. Kam kërkuar drejtësi për rastin tim, mirë për pa fatkeq sistemi atëhershëm i drejtësisë nuk ka qenë një drejtësi e mirëfillt, rasti im është neglizhuar, është zvarrit. Edhe kam dhënë shumë intervista të hetues dhe prokurorët vendor dhe ndërkombëtar, ata ka qenë edhe Oleksi. Ibrahim, me datën kur është kryer vrasja, a ka ndodhur që domethënë ju tre shokët keni qëndruar dikun afër, keni dalë thjesht ndoshta për kafe edhe
dikush ka dyshu? Ju po alëdoni për një kohën alibi, realisht sipas rastit që është theksoj datës 25 prill vitit 2009, unë më kujtohet që në atë ditë alibin e kam të shtëpia. Realisht nuk kam pas një moshë të tre, dukon 21 vjet. Edhe nuk është që i morë me ndonjë aktivitet përveç aktivitetet të sportit ose të shkollës edhe aty në familje, edhe kështu që në shtëpia. Për ta dy persona të tjerë, secili merr dhe jep përgjegjësia është subjektive. Po unë me sa më di dhe kam informacione dhe jam 100% i bindur se as ata dy të tjerë nuk janë të inkriminum as të implikum këtë vepër penale. Po në momentin që morë, domethënë vendimin që mu burgos, se pritë si lajm te dhe familja? Rasti ka qenë për habi, është një lajm ose një vendim është me të vërtetë shumë shokuese kjo. Diçka që ka ndikuar drejt për drejt mbi gjendjen time emocionale, edhe sigurisht që ka pas një faktor, më thonë, negativ edhe në familje, i ka shqetësu, i ka prekupu, edhe në malë që i ka mundu për një rast të cilët të gjithë kanë shprej habi edhe korreshtje pse na mu akuzu për atë vepër penale vrasje, për shkak se bëhet fjalë për një person me tmeta psikofizike. Një person që ka qenë invalid në dorë dhe në kom, edhe ka lëngu për gjendjes mentale. Kështu që në të tretë, në mënyrë të organizuar sipas aktit akuzës, edhe sipas skenarit të akuzës, edhe sipas asaj që pretendon edhe dëshmitarja, edhe prokurori, nuk kemi pas asnjë motiv të vetë të tretë në mënyrë të organizuar me vrarë një person me tmeta psiqike dhe fizike. I ndjeri në fjalë, nuk ka qenë një person faktor me ndikim në vendin apo rrethin ku ne jetojmë. As o kon që ma me çështje politike, as o kon një person me ndikim, as nuk e di çaj dikuj i ka shkaktuar ndonjë problem. Për aq sa unë kam njoft në rrethin apo komuniteti ku ne jetojmë. Kështu që ne të tretë nuk kemi pas asnjë motiv të vetëm që ta kryejmë atë vepër penale vrasje. Edhe kështu që nuk kam pas çka me lyp në moshën 20 vjeçare në vendin ose lokacionin ku supozohet sipas rastit të përshkruar në atë akuzë që ka ndodhur vrasje. Jo me familjarët e personit të vrarë, do me thonë veç njifni? Po e kemi afër, ata janë i përkasin në rajonit të Pejës, ne jemi të komunës Gjakovës, po kemi me një afërsi shumë të afërt, i kemi njoftë edhe më herët se jemi afër, banojmë afër, po ne asnjëherë s'kemi pas problem as me personin e viktimën, po as me familjen e viktimës. Po familjarët kanë dyshime? Unë dyshimet s'më hike kërkujna, po unë jemi i gatshëm në çdo mënyrë të mundshme një përgjigj qysh ata do ndash me moral, ndash me zakone, ndash me tradita, ndash me kanon, ndash me ligj, në çdo argument që unë e posedoj, edhe jam i gatshëm moralisht edhe shpirtërisht më jap përgjigje. Gjatë kësaj periudhe kur keni dalë nga burgo, keni taku familjarët e viktimës? Po, më ka ndodhur rasti ku më taku në klinikën pa në distancë, edhe ata ka mojt distancë, dhe kështu nuk e kam pa arsyeshme mi fol përderisa unë jam akuzuar për një akt që kur njëtë se kom ba, edhe kështu që nuk është që kemi pas diçka absolut me ta kur njëtë se kom pas, po dhe kuj kom pa diçka asë më kanë provoku, asë që kom provoku absolut. Ibrahima, kishtë qenë ma mirë në momentin që i keni taku në distancë, me qenë se gjithçka sipas teje është, do më thënë, nuk është reale këtë burg që e ke vujt, më ju afru familjarëve dhe nështë me pas një komunikim që me kuptu derisa formohen ato distanca, gjithmonë janë ato pikpyetjet. Unë nuk është në pyetjet e unë distanca, po thjesht për shkak të akuzave dhe padrejtisë që më ka ndodhur, është ndoshta edhe qëndrimi indiferent ndaj personat që unë një vetëm të pafajshëm edhe besojmë pafajësinë time. Po prandaj po thon. Gjithmonë jemi koni gatshëm edhe jemi gatshëm edhe vazhdojmë me këtë gatishmëri që mi përgjigj aty në çdo formë të mundshme. Që unë s'kam hakasile. Për me thonë bukfalisht shqip. Unë një vetëm pafajshëm besojmë pafajësinë time edhe betohem zot se s'kam hakasinë atë vepër. As nuk e di, as një informacion të vetëm nuk e kam si çu ka ndodhur ajo ngjarje. Përveç indikacionit që komunim mas ngjarjes që ka ndodhur, çu folet tash, je mund ta ketë bok ai apo ky. Po dyshon indikon për kallëzim? Ka shumë indikacione, besa ndoshta edhe informacione që personat e mundshëm që ta kenë kryer atë rast nuk kanë arrestu, as nuk kanë gjykuar, as nuk kuptohet se dikush e ka vrarë person. Po besoj që kjo i përket më shumë organet e ndjekjes, edhe besoj që me kohë drejtësia do të triumfon, edhe ajo besoj se është vetëm çështje kohe. Në këtë rast thuhet që ka qenë edhe një person me ndikim. A mendoni që ai personi me ndikim e ka bërë gjithë këtë? Unë të skenori akuzës edhe të kurdisja rastit edhe mundimit është implikuar personi me influencë,
për shkak se unë më kanë një djoni për dëbomat e tina. Kështu që ai për më dëmtu imazhin e besimit në rast denoncimit e tij në polici më ka kurdis dhe montu këtë rast. E kuptoj. Po pastaj pas kësaj çka do të bëni ju çdo herë keni thonë një person me influencë pas një herë nuk e keni citu, doni ta mbani akoma anonim? Jo, nuk është çështje anonimit, po është çështje për shkaqe sigurie të procesit dhe për shkaqe sigurie të rrjedhës së trasit të procesit, ato kam thonë në organet e ndjekjes, të organet kompetente, e kam prononcuar emrin e tina edhe mbi emrin kuptohet, edhe komplet historinë e tina për çka unë dyshoj që ama ka kurdisë dhe mund të rastin, por kjo çështje më shumë i përket organet të ndjekjes dhe gjyqësorit. A mendoni që edhe në këtë pjesë me qenë se në vendin e caktuar edhe e ke cituar emrin e tij, prap do të neglizhohet si punë? Prap nuk ka drejtësi? Unë besoj që një ditë drejtësia, është e thonë që përdoret drejtësia vënume është drejtësia me hume, unë jam i vetëdijshëm që drejtësia nuk vjen drejtësisht, ajo vjen padrejtësisht, po në besoj që të drejtësia hynore, që është ngadalshme, po është edhe arretshme. Kështu që besoj me kohë dhe drejtësia do të triumfoj, unë as nuk ndalem, as nuk dorëzohem derisa të triumfon drejtësia. Ibrahim, do t'ju kthehemi viteve në burg. 13 vite. Po. 13 vite me të vërtet janë shumë të mëdha. Edhe sidomos kur njeriu sipas teje që nuk ka të bëj me vrasje apo me diçka më shumë, thjesht ke qenë në moshën më të mirë kur ti ke mendu ëndrat tuaja, shkollimin tuaj, edhe ndodhi gjithçka. Kur u fute në burg, si ishte burgu për ty edhe si përjetove? Atë i referohem periudhës 2009-s, ku jam arrestu. Privimi i lirisë ka qenë prej fatkeqësive në jetën time, diçka që më ka lënë evidente, edhe fillimi ose jeta jeme mëna izolimit në burg, fillimi ka qenë i vështirë, po me kohë më ka dashur mi përshtat rrjedhës jetës në burg, edhe kështu që jem adaptuar si në çdo proces tjetër të jetës, edhe me kohë jë mundu dhe mbo përpjekje me organizu jetën time mëna burgut, përkundër asaj padrejtësie ndaj meje, unë edhe humbje që ka ndodhur ndaj meje, unë jë mundu që humbjen me shndrum fitore, gjë që kam angazhu veten me aktivitete, me sport, me lexim, me luftën edhe kontributin për drejtësi. Kështu që po i bie që unë me entuziazëm çdo aktivitet të mundshëm që kam pas në dispozicion, edhe që më ka fut qendra korrektuese në Dubrav, unë e kam shfrytzuar edhe kam menaxhu veten dhe jetën time mëna burgut, edhe kështu që e kam organizuar jetën. Aty në burg kam ndjek shkollën, kurse, trajnime, kam shkruar 3 ditar të jetës. Për 13 vite kam shkruar komplet jetën time mëna burgut, historinë time e jetës mëna burgut, çdo aktivitet dhe kontakt të mundshëm. Në ditarin e dytë e kam shkruar luftën time dhe kauzën time për drejtësi që kam luftuar për 13 vite, e kam gjitha evidencat dhe kontakte që kam pas me hetues dhe prokurorë. Në ditarin e tretë kam ditarin sekret. Këtë ditarin sekret e kam shpik një alfabet që jemi inspiruar prej popullit lindjes lashtë që vjen prej drejtimit të lindjes diellit, Egjiptit dhe Mesopotamisë. Jam inspiruar prej shkrimit të vjetër hieroglifet, edhe për aty në shkrimi kam bën një alfabet sekret, edhe kam bën një ditar sekret, që mu ka dash shënimet e mia ose sekretet e mia mi rujt aty për shkak se mund të keq përdoren nga shokët e dhomës, apo mund të shifen ose mund të verifikohen edhe nga oficerët e burgut, për shkak se në burg nuk mund të ruhet privatësia për shkak të sigurisë të ambientit burgut. Në atë ditar me një alfabet që keni formu, ke shkruar diçka që gjatë periudhës në burg që ke pa gjana pa drejtësi, edhe nuk ke desht askush me pas mundësi mi lexu, apo si jeni emocionalisht? Aty kam shkruar, kam bën një përmbledhje të gjitha pretimet dhe gjitha akteve që unë kam qenë edhe vërtetuese shumë ngjarje në burg, edhe kam pa raste edhe emocionale, po dhe raste që kanë ndodhur të ndryshme, edhe kam shkruar shumë sene sekrete që kanë bëjnë me jetën time, me jetën në burg, edhe ka të bëjë edhe me rastin tim, kështu që kam shkruar gjëra që nuk kam dashur mi marr dikush ato informacione, po kam dashur mi rujt një vend, mi deponu një vend sigurt, që në të ardhmen e kur është të arsyeshme mi publiku. Normal që ka të bëjë edhe me gjëra emocionale,
edhe me akte tjera që ka të bëjmë me dhunë, me kestrajtim, të ndryshme nga proret e burgut, nga oficerët, janë raste ose dinamikat ngjarje të ndryshme që besoj që nëse unë një ditë ato i shpalosi, ka me të rënditur opinionin. Ka raste shumë, s'po du me egzageru, po raste që ka ndodhur, që janë, për mu kanë qenë evidente, për stafin e burgut, për shkak që kanë fshe, ose kanë kamuflu me raporte të ndryshme, edhe përmes strukturave të burgut, po për mu janë evidente, edhe në tarmen ato më mi dëshmu, edhe mi argumentu që në Burg Dubrovës ka ndodhur shumë sene që bien ndesh me ligjin, edhe që janë vepra penale, edhe që përkasin të krimit të organizuar. Do të thotë je i gatshëm çdo herë. Shpresoj në talmen ko me publiku kur e shoh kohën e duhur në vendin e duhur. Se tash nuk e shoh që ka drejtësi të mirë fill, edhe në burg ka ndodhur skenare të ndryshme, ka ndodhur montazha, ka ndodhur skenare edhe për provave të burgut, për oficerëve, ka ndodhur dhunë, kestrajtime, rastin e fundit e kemi evident edhe rastin e Fatonit, kur krejt ajo përgjegjësi që më thonë shkaktar i asaj që ka ndodhur te vdekja tina, edhe pse ato ka vrarë dikush tjetër, kjo i fatërohet institucionit korrektues të burgjeve, për shkak keq menaxhimit ndaj të burgosëm, edhe sjelljes arrogante, dhunshme, edhe vazhdimsi e kestrajtimeve. Jo ndaj tina, po ndaj shumë persona tjerë. Kështu që më shumë nuk duam shumë këtë temë, po shpresoj me kohën të ardhmen, kur unë e shoh që drejtësia në Kosovë është stabile, dhe e shoh që në Kosovë ka një prokuror apo një hetues që është i gatshëm dhe në dispozicion me trajtuar një rast në mënyrë të paanshëm edhe që ka kredibilitet. Kështu që për momentin nuk e shoh që ka drejtësi të mirë fill. Ju keni qenë burg me Faton Hajrizin, atëherë thuhet gjithmonë që ju kanë bërë shumë pa drejtësi. Na thune ke qenë aty kur ka pas asi pa drejtësisht? Realisht unë Fatonin e kom njohur prej fillimit të burgut, edhe pse ka qenë një pavion tjetër, ne kemi qenë në pavionat ndam, po kohën e fundit kom ndajt me ta edhe në pavionin 3 edhe në pavionin 5. Është e vërtetë se ai ka përjetuar padrejtësi, shkelje, diskriminim, jo ai, po gjithë burgosët e tjerë, se ka edhe burgosët tjerë që kanë përjetuar shumë shkelje, diskriminim, padrejtësi, dhunë, kestrajtime fizike, psikologjike në tëra format e mundshme. Normal që nuk e përfshi komplet stafin, as komplet drejtorinë e burgut, po e kanë fjalën për individ edhe pror, që kanë emën në mbiemër. Fatonin realisht unë e njoh në burg, edhe si burgosën kohën e fundit ka arrit me më risocializu, edhe o koni përgatitur, me thonë është edhe mënyrën shumë profesionale, që mi kthy jetës, mi kontribu familjes, o koni djalë besimtar me ambicie, me synime, që martu me kriju familje, mi kontribu jetës dhe familjes vetë. Po, çka shtyni, cili motiv, unë nuk du më nëshu, as nuk është që më përket munat, po ne po fole pak ma shumë për shkak se cilën në burg ja dim historinë njëri tjetrit. Po në kohën e fundit kom njohur si djalë të mirë, edhe pse ambienti në burg aty të shtyn më zë më arrogant. Sa është ambienti i tillë, izolimi në shumë faktorë të tjerë, stresi, ngarkesa nervoza, edhe konfrontimi edhe me shokët të burgosur, edhe për sanat këto elementare, edhe po edhe me stafin, po mbi gjitha e ka një djalë që ka i përgatitur për jetën e liri. Kështu që keq menaxhimi i qendrës korrektuese, edhe keq menaxhimi i panele për lirim me kusht, o dash më dhoni një mundësi. Unë e di në Burg Dubrovës ka persona që kategorizohen si persona të rrezikshëm, që besoj që kanë arrit qëllimin dhe mënyrë besoj që janë rehabilituar dhe resalizuar në mënyrë më profesionale, që ata janë të gatshëm me kthy jetës liri. Po nuk e di kujt ai konvenon, apo i përdorin burgosët si në një lloj laboratori me bërë eksperimente me ta. Unë besoj që aty në dosh më dhon një mundësi të paktën. Një shumë persona të burgosën që janë të kategorizuar, që janë të përmirësuar dukshëm, edhe janë të gatshëm mi kontribu edhe mu integru në shoqërinë jetë. Në ditarin sekret që keni shkru, ka shkrime për Faton Hajrizin? Jo, nuk kam realisht. Ka diçka, po jo kështu shkrime, kështu po aty kam edhe, si më thoni, një lloj raporti për kestrajtimet, për dhunën mana burgut, stafit ndaj të burgosëve, edhe dukurive tjera që janë të korrupsionit, edhe të organizimit përmes stafit, që ka bëjë me të grevaturizë, me bojkotimet,
me kestrajtimi, me montazha që ka raste që Ibrahim, ka diçka për Fatonin që keni qenë prezent aty, jeni një lloj dëshmitare edhe nuk keni guxim që ta thoni në opinion? Jana, unë për guxim, kam guxim mjaftueshëm, për ato që ka di nuk kam shkam pas frikë. Se ata njerëz që janë përderisa ata dikush, kushdo qoftë individ apo institucion, nëse ai ka guxim i shkaktu diku në dhunë pa drejt, unë dy fishin e guximit e kam aty më dal me ballafaqëm ato. Kështu që në atë pikë s'kam pikë problemi, kush do të qashtë ai. Edhe në kohë ministri i drejtësisë lemo si individ. Po ne e shon në kohën e duhur, në vendin e duhur. Se sot mundesh me thonë çka dush, po nuk është që reflekton mbi ato që është të drejtë. Ibrahim, si të pritën me qenë se thojnë në përburgje, o të presin mirë, o keq, si ndodhë kjo, si të kam prit ty aty, me qenë se kur i akuzu për një vrasje? Aty të gjithë burgosët nuk janë qendra strimore, po të gjithë janë ngarkuar të akuzuar me vepra penale. Realisht aty jeta në burg funksionon, janë disa rregulla të pashkruara. Përpos aso që e përcakton edhe rregulloria e mbrëmshme, që është ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, që të burgosë mundson me shfrytzu drejtat edhe sillen mëna institucion korruptues. Çdo i burgosur, edhe nëse i burgosur, i komunistru akte në ligjore mëna burgut ose rregullores të mençur burgut, me respektu disiplinën. Pritja ndaj burgosit normal është pak qysh ti dhe me menaxhu veten aty. Realisht përpara kanë ekzistuar grupe edhe individ që kanë kestrajtuar të burgosit, po nuk kanë pasur fat për shkak se nuk kanë pasur edhe shok, si kanë edhe vet. Po edhe kom ditë me menaxhu veten, normal që burgu të përcjell me probleme të lashe, se edhe në jetën e përditshme në vend punë kolektive ki të lashe, është ajo tendenca të ta kesh përdorur njerëz edhe nëse je i mirë, edhe nëse je i keq, edhe nëse je i drejt. Po mbi gjitha unë kam menaxhu jetën time në burg edhe kom ditë me organizuar. Kështu që në shumë raste kanë edhe distancuar edhe në probleme ose diçka që në pak që ka të bëjë probleme kështu fizike, për probleme që sillen rreth organizimit diçka më kanë tip më indiferent, edhe kjo ndoshta më ka bërë që më shumë e rujt veten. Po personat, kolegët, shokët apo si ti quaj aty në burg, ka pas raste që ke pa që ju kanë bërë shumë padrejtësi edhe ndoshta nuk e kanë merituar? Unë ato padrejtësi i kam përjetuar edhe vet, edhe mund ndaj meje edhe shumë burgosin të tjerë, po tash nuk du me marr atë bajrakën që mi përfaqësuan të burgosit, se ata s'po janë dyshim të gatshëm me dalë me kontribu drejtësisë as drejtës. Unë pa ta bënë një përpjekje edhe merr si një ide me themelu shoqatën për mbrojtjen e drejtave të burgosit. Iniciativa ka qenë e emja dhe ideja ka qenë e emja. Unë jam konsultuar me disa të burgosën, ka pas raste që ka pas individ mendime pozitive me përkrah, po shumica jo. Edhe kështu që sa përket shokëve dhe kolegëve, se na kena punuar tash kolegi bën në vendet e punës, kem kalu mirë, ke pas një rast ku kem pas ndaj vështirësi në punë, probleme kështu, se normal që në burg nuk do të thotë që një është mirë. Java i ka 7 ditë, po nuk më thonë që një ditë mirë kim mana javës. Se në burg je, po mbi gjitha është në burg dush jo më pajtu me ato që ka ndodhur, po dush pajtu me realitetin, me fatin e jetës, kështu që dush me ditë menaxhu veten, me organizu jetën në burg, se unë edhe gjithë burgosët jemi skllav e një rutine të përditshme, kështu që për me thyer atë rutinë përditshme, unë kam habit vetëm me aktivitete, me sport, me lexim, me shkrime, kam shkruar 2 libra, që në të ardhmen besoj që kam i publiku. Për sa kohë ju nevojit, do më thonë, për me marrë vetën kur u burgos, me qenë se ëndrat tua ishin të shumë të asiri, më thonë, me njerë kini fillu me aktivitete sportive, kini shkrujt, nuk është edhe letë me bind vetën mu përshtat një jetë të tillë? Realisht fillimi është i vështirë si çdo fillim tjetër. Mirë, po ty po rrethonat, situatën, realisht edhe mosha jam ka qenë vetë shumë e re, po jem bazu gjithmonë në ato që ka kom pa, edhe jem nisë për asaj që duhet me menaxhu veten në burg, edhe me menaxhu situatën. Kështu që këto kam arrit me bë, edhe me organizu me vetëm aktivitete. Se tash i izolum, jenë në burg, po në vazhdimsi, prej fillimit gjithmonë i kam prioritet primar e kam pas çështën e drejtësisë. Çdo ditë i kam shkruar letër, i kam adresu prokurisë
hetullësisë, gjykatave e tëra instanca të tjera. Kështu që asnjëherë s'e kam neglizhu veten, jam qenë jo aktiv, po jam qenë hiperaktiv. Edhe kam pas një disiplinë, po vetë disiplinë. Kështu që vetë disiplinë kam vetë, se kam pas një orar në mëngjes, kam bërë ushtrimet fizike në sallën dhomë, kam pas orarën e punës, çdo gjë në burg, çdo aktivitet e kam bërë me entuziazëm. I bjen me kënaqësi, me pasion. Edhe se nuk do të thotë që dikush të bëhet lumtur, që ti mundesh me qenë në lirisë, njerëz nuk bëhen të lumtur, as gjonat materiale, as rrethi, as çka do të ofrojë njerëz, lumturia ekziston brenda vetes. Nëse ti arrit me përmbush dhe me plotësu veten, nuk ka rëndësi kudo që je. Edhe ashtu që nuk pavarësisht asaj padrejtësie, që asnjëherë s'm kanë kënaqur, edhe në shemb pa kënaqësi gjithmonë kam kontribuar drejtësisë, unë kam arrit me përmbush dhe me plotësu veten. To fal besimin në Zot. Jam besimtar, besoj shumë në Zot, edhe padrejtësia dhe kjo që më ka provu pelirica, që më ka vjedh kohën, rinin, shkollën, perspektivën e ëndrrën, kjo asnjëherë s'ma ka lëkund as besimin, as ndryshimin ndaj besimit në Zot. Kjo përkundër më ka forcu, edhe më ka bind që Zoti rrobën e vet e sprovon, edhe pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Edhe çdo fatkeqësi që neve na ndodh në jetë, e ndodh për të mirën tonë. Edhe nëpërmjet asaj fatkeqësie Zoti na pastron për mëkatën, edhe gjithçka që ta prish gëzimin edhe ndërimin nëpërmjet asaj fatkeqësie neve Zoti na pastron për mëkatën. Gjatë kësaj periudhe në burg, keni kriju shoqëni, me qenë se dëgjojmë edhe shpeshherë që thonë e kam shok të burgut. Sa mendoni që krijohen ato raporte të mira që edhe pasi që dalësh nga burgu, ta kesh një shok me të vërtet shok të shtëpisë? Jeta në burg t'imponohet në një organizimi të jetës me pas edhe shoqëni. Se në qëli je vetë i treti i katëri. Në aktivitetën, në ambientet punës, kudo që je, t'imponohet me kriju shoqëni. Po nuk do të thotë që është një shoqëni që mundesh me vazhdu edhe jashtë. Aty në burg, më me thonë që është një shoqëni e imponume. Që je i kushzuar, ta bin dhomës, nëse rrin dhomës, do të adaptu me ta. Edhe kështu që me shumicën kam kalu mirë, po në burg edhe jashtë është një sana e kam kuptu, nëse je i drejt me njerëzit gjithmonë kanë me të paragjyku edhe kanë me shkaktu padrejtësi. Aq sa më kanë drejt, gjithmonë më kanë shkaktu padrejtësi. Pse më kanë paragjyku? Se nëse del kundër shumicës, se realisht shumica gjithmonë e mojnë kohën e kundërt. E ku deli kundërshton, për ata që të bëjnë diçka një veprim ose diçka të gabueshme, del a thotë të vërtetën, ata kanë me të paragjyku edhe kanë me shkaktu padrejtësi. Kështu që po do të thonë, aq sa je edhe bën përpjekje me kohën e drejt, aq më shumë kanë me shkaktu padrejtësi. Cilat kanë qenë ato paragjykime, ndoshta që ke qenë strikt edhe jo, unë realisht jam qenë tip vetvetja, edhe kështu që se më lufert dikon me hin ato i kam pas disa limite se edhe më kon tip edhe indiferent në disa edhe çirë që shtash, edhe nuk është që më shushu shumë me disa të burgosun, i kam zgjedh, i kam selektu shok, nuk është që më shumë material, prej distancë njerëz mund të paragjykojnë kundon, po më kanë paragjykuar edhe te çështja e drejtësisë, pse po lufton kaq shumë, pse po harxhon veten, s'ia vlen. Sipas tyre do të mu dorëzu, domethënë edhe nëse je pa drejtësi. Unë sipas tyre o dash me hek dorë, mu dorëzu edhe me përshtat pretendimet tyne. Mirë po, unë i besoj vetes, te unë ka qenë që unë një vetën pafajshëm, këmë besu pafajsin teme, kështu që unë një qëllimet e mija dhe nuk unë keke dorë nëse unë javu vetes një qëllim. Se kërkush s'ma kupton mu botën, as kërkush nuk është në lëkurën teme, me ditë se çka duana. Kërkush nuk ma një, as nuk ma kupton emocionin. Kështu që unë kam vu vetes si qëllim, për me arrit dhe me realizu ato që kam vu vetes, që ka të bëjmë me çështjen e drejtësisë. Pavarësisht tyne, ke arrit me pas një shok që ndoshta me ta ke folë të mirën edhe të keqen, ke qenë thjesht vetvetja? Realisht, kam pas shok në burg, ka disa për tyne që me thani i kam reduktu, po kam shok edhe të burgut që ndonjëherë më bëj kontakte me ta, po në shumicën jam distancu, nuk du me i paragjyku, se kuptoj se cilë ka jetën, njëve në ndonë rrugë të jetës, sa do që mund tjetë një shok i mirë, gjithmonë rrjedha jetës në ndonë rrugët, po unë besoj që në këtë jetë kur gjë nuk është e përhershme, gjithçka është e përkohshme, kështu që edhe vështirësitë edhe kurat e ka një fund. Kështu që dhe shoqëria një ditë e ka një fund, kam në ndonë.
Ju thatë, do më thonë 7 ditë javës, thuaj se asë një ditë nuk e kitë mirë në burg. Besa dhe një muj se. Muj e vite. Këto thash pak prej natit. Se s'do shta me reflektua ashtu. Se ka rreth edhe një muj 30 ditë, se me thonë që kom pas një ditë mirë në burg. Cilat kanë qenë ato vështërsit kur thuan një ditë mirë? Kuptohet që ti je i dënuar dhe do të me mbajt burgun. Po besoj që nështë një komunikimi mirë, pak punë edhe te i kalot ajo, cilat kanë qenë vështërsit? Të fillu prej izolimit, a nën kupton, po jenë ato halët, brengat, prekupimet, lufta që të bën që nuk e shet që ka rezultate, nuk e shet që ka një progres, edhe gjenerata jote e shkollës, e shet që ta ka ndryshu. Kjo është diçka që në fantazin tonë që të mendumi, në atë imagjinatën tonë bën që edhe unë komun me konë dikur si ta. Po nise prej ati, për shama unë, ku jam arrestu, im konë vetëm 21 vjeqar, jem dënu me 13 vite burg, jem dënu për një akt që kur jetë së kom ba, tash jam i lirë dhe jeta emes nuk është se me parë. Se, unë s'kom arrit me shiju as rinin, as jetën teme. Unë sot nuk e di çdo të tjesh 21 vjeqar. Pse, s'kom shiju as me dal me shok, as me pi kafe, as me lujt. Dhe më thonë, jeta eme 21 vjeqar këm kalu në burg. Edhe kjo është një prej brengave që më ka prekupu, edhe që vazhdon ende me më prekupu, edhe që nasha gjithmonë jetë mjetë edhe të njerëzit që jo kompromitu, kur rasti kompromitohet, të ju shpjegu edhe mundon shumë, se të na është shumë interesant shoqëni, tonë flasin për drejtësi, edhe shumica në pa drejtë. Ti fol dikuna për rastin tonë me emocione, me përgjithësi, me brenga, me ato që një shqetësim që të ka përcjell me vite, edhe në fund ta bën Allah i lak në postë nëse me hangën burg. Të mund ti fol për një përgjithësi që të ka fotëruar me jetën, edhe janë dyqysh ignorant ta njerëz, mund vjen shumë keq pse ekziston këtë kategorinë shoqëni. E kuptoj, gjatë kësaj periudhe në burg, besoj që ke pas ndonjë moment që je dorëzu, ndonjë moment të vështirë që je mërzit për familje. Ju kujtohet ndonjë moment që ke thonë mjaft më? Më dërzu se më dërzu kur. Ka ndodhur me qajt në burg? Jo, nuk do të thotë që ai që ka është i dopt, përkundër ai që ka është shumë i fortë, moralisht dhe shpirtërisht, pse ai që ka zemrën e mirë. Sa ai që ka zemrën ai ka. Ai që është i pa shpirt, i pa zemrën nuk ka. Po nuk më kalu ato momente, po dërzu se më dërzu kur, jam tip shumë që nuk dërzona, jam një tip që besoj shumë në Zot, edhe vetëm ati gjithmonë i kom nënshtru, vetëm krijuesit, edhe gjithmonë kam pas një bindje dhe një besim se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi, edhe këto jam praktika, po në eksperiencë, po është një sen që gjithmonë më ka vërtetuar edhe koha. Gjithmonë se jeta ka një farë lloj stadi, një farë ritmi, kalon në për situata vështira, një shkesh të mërzitin, nuk duhen njerëz të largohen prej teje. Ajo është një farë lloj përshkallëzimi i jetës në situata të vështirësive, po i pres edhe ato kohë të mira, ku vinë rrethonat e lehtësimit. Kështu që besimi në Zot më ka mundësu, besa dhe leximi kanë ndihmuar shumë. Gjatë kësaj periudhe je fal në burg? Ka ndodhur më fal, po është vërtet, po kohën e fundit e kom pa ndërprer. Ka nuk është një për arsye pse kom ndërprer çu shtek, po çashtu ka shkruar më shkurt, se njerëz gjithmonë atë i brejnë pse ki ndërprer, ku ta veç vetaj kur diet të fal. Po rëndësi ka. Gjithmonë është ajo hapësira më paragjyku. Është një tendencë e njerëzve që i paragjykojnë. Po mbi gjitha është që nuk kam besuar shumë Zot, edhe se burgun e marr gjithkush aty. Aty me qollen se aty në burg ka dhe njerëz që me trauma, ka njerëz që janë me terapi, me seanca psikologjike kështu, edhe rrin në burg, vujt i dënimit, edhe jam në burgun, po me marr burgun është me menaxhu jetën dhe me organizu jetën në burg. Kështu që për 13 vite kam arrit menaxhu jetën në burg. Me aktivitete, me sport, me lexim, me shkrime, edhe kam pas një vetë disiplinë. Edhe ditën e fundit ku jam liru, e kam dëshmitar edhe çandër kuratuese, kam shkuar në punë ditën e fundit, kam punu, kam ushtru, jam pastru edhe marr për shtëpisë. A dikush në burg, gjithë burgosit, një javë, kur e marr informacion që kam liru, nuk bëjnë sa rrin pasill. Sukur në det i shtran nis me pasi çadër, një rahat e komod, tash ka fituar lirin. Do të thonë ke qenë i njëjtë. Njëjtin aktivitet e kam pas ditën e fundit sukur çdo ditë tjetër në burg. Për me thonë mirë në burg, nuk jam një në këtë raj, s'me me thonë. Se burg është një ambient që nuk të ofron komoditet, nuk të ofron. Izolimi,
njerëzit shqetësojnë, ka shumë paragjykime, ku nuk mundesh me qenë i drejtë me njerëz. Çfarë mënyrën, çfarë shprehje nuk mundesh me qenë i drejtë me njerëz. S'mundesh, pa havas. Burg trajnosh ka dush, gjithmonë është tendenca me të përbuz. E dojnë pak tutën në burg, është e vërtet. Tuta në burg për disa është armja kryesore që duhet patjetër. Ndoshta këto po them pak si mënyrë vrasht, por në burg është e vetëm një armë që man dikon në mënyrë ma komode. Që dikush mos më lumësh, më të prek në kufit e tu, mos më të keq përdorur, mos më të shkel, ose mos më lumë në shtrum. Cila ka qenë dita më e keqe për ty në burg? Por realisht fundviti, festat e vitit të ri, ato kur vinë të vizitojnë udhëhecat e burgut, drejtorat vinë me një fallaj arrogant, se diqysh veçare mi përshëndet, jemi në zonë, kem kohët tona, i kanë do me thonë kështu pak ma shqip do stila që i bën ata në burg, që besoj as adoleshentët të lëri që bojnë. Vinë në burg, nuk e din që të burgosë ka të deziru me vit aty, që i burgon, i prekupojnë edhe familja, dukush është kryefamiljar, dukush është mbajtësi familjes, vinë me një farësile arrogante, dyqysh këshera mja uru, shkojnë, janë shkallin këtë burgosë, ma shumë shkojnë të dhe burgosë që kanë ndikim, që janë partive politike apo diçka. Këtë janë shkallin. Edhe kur shkojnë ata i njërohen, dhe ma një njerëz të fostruar, edhe institucioni korrektues. Ibrahim, kemi pas këtu në studio edhe persona tjerë që kanë qenë në burgosën edhe e kanë thënë, domethënë në burg, shumë gjona që nuk lejohen futen në burg, domethënë mbrana, nga jashtë, domethënë telefone e shumë gjona tjera. Është e vërtetë? Ato janë evidente, nuk kam çfarë më thonë e vërtetë, ato janë evidente që çdo ditë, çdo javë ose fund javës ato mbastisën kontrolla kapen, ato mundsohen edhe prej personave që më thonë zyrtar. Normal, edhe që janë të pandërgjeshëm këtë rast, se ai bashkëlia korrupsion, rojet e burgut se nuk mundet mi futa shpeshherë. Unë sa ne kam kuptuar në burg ku institucioni i burgut i bën domasa më strikte, edhe mundohet me rrit nivelin e sigurisë, ai e bën të kundërtën. Ai veç i pastron kontrabandistat, ja u rrit vlerën e telefonit. A dhe mundohen me izoluar me sa në anën tjetër shtin dika tjetër. Pa ja bën qëllimisht, burgi mundohet me bë domasa strikte, si masa preventive për parandalimin e mjetëve ose dugurive negative, substanca, telefona dhe ashtu, a në anën tjetër kjo veç i favorizon edhe i pasëron kontrabandistat. Se nëse telefoni kushton 500 euro, kur e shtrëngojnë ata shumë ai kushton 1000 euro. Kështu që nuk është diçka një zgjidhje që ka bërë qendra. Do vetëm rritet vlera. I rritet vlera, pasurohen kontrabandistët edhe që më thonë identifikohen më shumë tash personat që janë në dispozicion që mund të shkruaj ato telefonat apo ato dukuri tjera që substancë narkotike kush ka konsumuar kështu. Ibrahim, nëse më lejohet pak sa një pyetje personale, meqense ke jap shumë intervista, po nuk është se ndoshta ka qenë si pyetje, meqense është emisioni Rrëfimjete, besoj që më lejohet nëse don mu përgjigj mirë, nëse jo është e drejtë jote, e respektojmë privatësinë tonë. Jo në moshën 21 vjeçare vetëm jeni burgos. Në atë kohë keni pas ndonjë simpati, keni lënë dikën jashtë duke të prit apo realisht, unë në ku kam në gjimnaz, edhe e kom pas një shoqe, me thonë tash në këtë rast, po e kom ra në burg, e kom kallëzu që në burg edhe më nda prej cala. Rrethonat edhe ku i tregova dënimin edhe kështu nda. Po gjatë kohës në burg, kom pas telefon vazhdimisht kom pas në dhomë, nëpërmes Facebookut, i kom shkruar shokëve dhe shoqet klasës. Do të ke qenë të njëre që i ke ty rregullar. Aty ndëgjon. Derisa po akuzohen tjetër do si ke pas telefon. I burgosi në burg është mirëqenie edhe në siguri dikujt tjetrit. Të i bjen të institucioni korrektues. Ata na kanë mundsuar, na kanë dhënë parë. E kuptoj. Na kanë pagu. Nuk ka që komponojnë se telefoni në burg atë kohë nuk ka qenë vetë penale. Tash nuk e di. Mbajtja telefonit në burg është leju. Nuk lejohet, po në burg nuk ka qenë vepër penale. Veç ka qenë një thymje rregullores. Rregullore na them gjithë. Në kërë, të pozitë të rregullore. Edhe kështu që nuk ka marrë diçka tragjike. Posedimi i telefonit në burg më ka mundsuar që përmes rrjeteve sociale Facebookut, e kam shkruar shokë edhe shoqë, dhe e kam treguar për jetën në burg. Ka një çik prej Gjakovës që më ftuam me ta. Kam pas një gjenerat në shkollë me të mkon, jem lidh me ta, një kohë gjatë,
se në burg secili ndjen atë mungesën për me plotësu dikush tjetër, personi kundërt si partner, realisht ajo me të thonë drejtën për habim ka mashtru me vite, o ka një gjakovore, e kështu se sot atë gjakovorët i urrej, se më ka vu lehthite me vite. Edhe në vazhdimisht ka bërë përpjekje edhe me mashtru dhe financarisht, po mbi gjithë secili përket ndërgjegje, e kesha përmend edhe emrin, po nuk është një person që ja vlen me përmend ndërsa nuk është prezent, po vetëm si rast. Një gjakovare, një mashtruese ordinere, besoj që është ai që thonë ligji i kthimit, besoj që Zoti ka më kthy dyfisht në këmbim të asaj padrejtësie që ka bërë meje. Më ka shfrytzuar gjendjen emocionale në burg, më ka shfrytzuar mirësinë, respektin, dashurinë që kam dhënë me vite, më ka shfrytzuar, po besoj që ka Zoti vonon për nuk harron. Ajo është një gjakovore, një mashtruese ordinere. Edhe sot atë ditë nuk kam preferenca për gjakovorët. Po gjatë kohës kur jeni lidh me ta, shoqja ime e klasës, ju ka vizituar? Po, ka evidencë, kam vizituar në burg, kam dalë në weekend, kam dalë me ta, kam nejt ka 2 ditë me ta. Se nuk ka folë për një person që nuk e njoh, ka vizituar në burg. Domethënë keni pas një afërmitet. Unë kam shënime për çu nuk kam shkruar ditarin e jetës. Çdo ditë, se kam folë 10 herë gati me ta, i kam shënime çdo fjalë që fol me ta. Unë kam çdo shënim për ta kam. Kto që ka thëmë, më argumentu në çdo pikë papje, edhe në detaje. Që me vite më ka vunë lehthite, më ka mashtru, edhe ka shfrytzu ato që unë më konë mena izolu, edhe mungesën asaj që për me më plotësu një person i kundërt partneri. Po atëherë, serdh momenti që Po erë momenti se dikur e kuptova, se në atë bërkohë si na pak edhe kem njerëz jashtë i kontaktoj me vesin për ta qyshe tekësh, e kuptova se ajo konë rrugën e gabume, edhe një person që për ta primorë konë vetëm gjendje materiale, një jetë luksi, një person që nuk e din asgjë çka don. Po mbi gjitha që kam ka prek mas shumë ti, ajo pashpirtësia saj ose ligësia saj është se unë se kom prit, o konë shoqja eme e klasës. Këto din edhe shokë të klasë këmë të rëgu gjithve, edhe sot nuk di për të mo, veç me vite më ka mashtru, edhe në vazhdimsi është mundu, edhe është përpjek edhe me më zhvat edhe financarisht. Po, derisa thu këtë pjesë, ti ke qëndru në burg, atëherë ke pas mundësi financiare të ndihmosh nga burgu? Po, në familja po, nuk do të thotë që më këmë në ato mundësit e minja, këmë lo vetën edhe keq, besa ka herë. Ka rase që më lo vetën keq, këmë lo vetën pa kantinë, këmë lo vetën keq. Gjithmonë i mundu me mi shërby një lidhje që unë e kom pa që një lidhje të shëndosh, mundu me majtë frest, edhe gjithmonë i mundu matë mirë. E ke ndihmu nga burgu? Ka raste po. Nuk do të thotë që unë për jetën ashtu po kum ka kërkuj, kum dhon. Po thjesht pastaj e kuptoj. Një herë të marr ta lypin për ditë, ta zdi monol. Pastaj po ajo që më ka prek më shumë është shoqja klasës, që më kom 4 vjet në klasë, në gjimnaz me ta, në gjimnaz në Hedar Dush në Gjakov. Edhe që kem ka prek më shumë ti, edhe po secili, po çka do të thonë diçka tash. Apet besoj që Zoti gjithmonë ta largon ato që nuk i rrezik. Tash kështu që unë e di se jeta ai nuk ka personi duhur për mua, edhe di, edhe kam kuptuar që jeta ka përgatitur diçka më të mirë për mua. Kështu që ai s'ka personi duhur, as risku jam. Veç një keqardhje për atë kohë që jam njoftuar me atë person. Kështu që më vjen keq për vetës që jam dhënë një mundësi një personi të tillë. Për sa kohë ka qenë kjo lidhje? Valla 2015, 16 deri në 2019. 2015 jam nisur me kontaktu me të në fund 2015, të në 16, 17 deri në 2019 po. Se përjetove divorce? Divorce nuk ka divorce, po se në sekond asif ju mas kështu, po edhe pse shpesh herë na bën apo shkputjen e lidhjes. Realisht në burg ndikon, ka efekte negative, po unë mësu me sfida me sprova. Jam rrit me sfida me sprova, normal që është një ndikim më ndryshe emocionalisht. Më ka bëmu një keq, më ka zhgëny, më ka hup besimin të njerëzit, kam menduar se këtë femrat janë ashtu, edhe më ka kriju një përshtypje shumë të keqe,
edhe aq më shumë një person që se a dini kanë herë është njërin partnerin nuk e mundon as ndarja as humbja më shumë se sa fantazia që krijon për një lidhje afatgjate. Ato planet që i bën paraprake që shumë ku martohesh ka më bën me kryu familje, me shku, me shëtit, me dal. Kjo ndoshta kjo pjesë e fantazisë kanë ndikuar më shumë, po interesant për habi sot jam mirë njerëz se nuk jam me ta. Edhe falenderoj Zotit që më ka larguar një person që më thon edhe pse është gjeni feminore, një person monstrum e djallëzuar, edhe besoj që ai s'ka qenë person i dur as risku jam, kështu që jeta ose Zoti ka përgatitur diçka më të mirë për mua. Pas daljes nga burgu, keni pas rast mu taku me ta apo jo? Jo, nuk kam kur interesimi. Bele besoj Allah festar se shpesh nuk besoj që ekziston ajo. Besoj që ndoshta është aty shumë interesant se njëri kur do të diku ne ka një urrëtie ose dashuri. Unë s'kam as dashuri as urrëtie, jam shumë indiferent. Se një person tjetër nuk ka vlen. Se ka dikush ku ndash talent pa kam me lëdën të mërzitet çka po jo. Gjithmonë ki ato pikpyetje çka më tutje. Po, e di, kuptoj e korrekt e misteri, po jo s'kam. Interesant nuk e urrej as nuk e se po më duhet të bën fjalë. Po nuk spesh besoj që as ekziston, s'di. Kur s'kam pasur taku kur me ta. Pas nuk kam besoj që nuk kam çka me taku. Po nëse nesër ju rastis takoni, a do ta marrësh guximin që jo në guximin, jo në kosh pyetje guximin me përshëndet se kur fa faktori. Cili do të jetë përveç më thon Zotit më rroft e tërpnoft edhe vjen keq si e femën. Jo për ty, po më vjen keq pse ti ekziston në femën e tillë. Po Zoti thash vonon, por nuk harron. Ibrahim, besoj gjithë këto akuzat të cilat nuk janë akuza, po këtu janë rrëfime, janë sqarime, janë asaj që më ka ndodhur në padrejtësinë e i kohës, se tash njerëz shpesh e keq kuptojnë, thonë që shko mundësi këtu në burg o koni pa fajshëm, pas ka ndodhur kjo padrejtësi, kjo padrejtësi vinë ran. A kjo fjalë që thonë kur vin kësia të çela vdel vinë ran. E kështu që më ka ndodhur mua. Mundet me ndodh kjo që ndoshta persona të në fjalë që ndoshta kanë tregu diçka për ta, thjesht e kanë pas, nuk e kanë pas me një qëllim të mirë, domethënë që ti ta kesh një lidhje të tillë, edhe vetëm kam fol kot. Unë e di se në shoqëni tash ndikohen edhe këto persona anësor që janë anash kështu, persona do të më di ato e di, çaq i vetëdijshëm, po besoj që personi kur don diçka, ku ja u vetes një qëllim, edhe din çka don, nuk besoj që mjafton asnjë ndikim i dikujt tjetrit. E kuptoj. Kështu që mu nuk më përkopon e pjesa asaj dashurie romantike, që është edhe kështu, po mu ma shumë ka mundu ajo pjesa, fantazia, që kemi kriju për lidhje fatgjate, që ka qenë një fantazia rrajshme, edhe pjesa dytë është ajo që më konë 4 vite në klasë me të në gjimnazë përgjithshëm, edhe është diçka që dë më një keq se një person që të ka njohë me vite, në fund me të mashtru. Gjatë 4 viteve, keni pas një lloj simpatie? Jo, është shumë interesant jo kur. Tash po them realisht. Tjetër shoqë në klasë që kom pas simpati, kom rënë burgim do me ta, ma ato kur s'kom pas. Kom folë shto në raport shoqëror, kemi shkru sa në letra shto në shkollë, një shoqëror, po jo. Me to drejtën jo, kur. Kjo ka ndodhë në mena burgut. E shkëndia mes një tjetër ka ndodhë në burg. Edhe ja ka fillu jone. Pas kësaj ka ndodhë ndonjë shkëndi tjetër? Po kërë ndodhë për burgut, normal, unë si ri, beqar, në kërkim fatit, kom pas rast të tjera, po realisht kur nuk du me fajsu, as me shprej në akuzë, që kanë njerëz zakon me nxjerr vetën pa fajshëm e tjetë me akuzu, po se kom gjetë akoma personin e duhur. Realisht në ditën e sot të them atë sot nuk e dinë se çka doin për jetës, nashta për shkak luksit të publik ka habit dhe i ka shpërqendruar komplet nga përgjithësia e jetës. Po besoj që ato që i ki risk, ato s'më të dalë kërkush. Po më ka ra me shumë persona, është e vërtet, kom pas kontakte, gjithmonë qëllimet e mia kanë qenë serioze, stabile, edhe primare për jetën, po realisht nuk kom gjetë personin e duhur, gjithmonë kanë ndodhur do historitë çuditshme. Tash në Kosovë tonë dimi dhe jemi, me thonë, dëshmitarë dhe vërtetues shumë ndodhive që ndodhin në Kosovë, po fatkeqësisht femrat e sodit është shumë përkeqare dhe nuk e din çka don. Mendoj me vetë në rrugën e femrës çka don nuk e din. Nuk e din çka don. Luksi është i përkohshëm. Mashtrimi për njerëzve me emën atë të përkohshme. Edhe rrjetet sociale kanë bërë vetën.
Rrjetet sociale, se shoh shumë njerëz gjithmonë i akuzojnë TikTok-ën, shama që ra TikTok ja uqitja pallakin. Unë besoj që TikTok është 30% arpallaket, a 70% më të këqij edhe jashtë TikTokit. Kështu që lulo TikTokit, çka ka jashtë TikTokit njerëz. Na jetojmë në shoqëni, jetojmë me njerëz, i njohim, na njohin, i dim, kem kontakt edhe shka po shohim e dim tonë. Kështu që unë që kam më shqetëson, jo më shqetëson, po thjesht ka herë që kam prekopon shumë të femra ku dalin e thonë nuk ka burra. Unë kisha dashur me pyetje me bë vetet, a e kontin herë një femën? A keni veten, a dini ti çka don për jetën tonë? Burra ka, po burra është për një femën. Jo. Kështu që zgjedhja është të një person. E jo me ladru të poshtë për pjetë, me ranë ndikim si objekt argëtimi, po nëse burra ka. Unë s'po them se tash pse moshkët më bëhet moshkët. Po beso femrat intranu ditë sot, intranu bashkë intranu. E kuptoj, po kjo një farë formë edhe të dy gjinit, po ndodhë dhe shembull të meshkujt, momentin që përbojnë një pasuni pak më shumë, njëjtë po shfrenohen, kështu që po, është e vërtet, njëri duhet me mendu familjen, me kriju familje, me vazhdu jetën tutje. Është përgjësia që po them, se njëri duhet me ditë çka don për jetës, me zgjedh personin e duhur, mi përkushtu edhe me plotësu çet person. Është i mjaftueshëm. Nuk është se mendojnë krejtë si ti. Po tash secili ka mendimin e vet, përgjithësia është subjektive, tash secili mendon ashtu. Po ne çkam qarrë me shumë femra, kam rastistë, për shembull, femra 21 vjeçare njoftohesh me ta, edhe ta bën një zhgjunim me jetën. Nuk ka njerëz të mirë. Shtrohet pyetja. Mu zhgjunim me jetën e ka një arsye. Se kam vujt me vite në burg e kam përjetuar shumë padrejtësi. Po 21 vjeçare çka ke përjetuar ti? Ku ke punu? Po më zhgjuni ka shumë. Cila është eksperjenca e të jetë 21 vjet? Ti ke botë 18-19 ja ke nisë me në qytet. Me pi kafe, me pi ato, ku i din të qash. Dhe më thonë, kjenën kupton që nuk e ka një të kalu me të mirë. E vetë po të ka të zënë. Ka kalu diçka të keqe, diçka të bresh, diçka që unë i kuptoj që njerëz kur zhgënjejnë, thënë shpirtënisht, se më ka ndodhur në burg, më thyj shpirtënisht. Është goxha vështirë më thyj shpirtënisht, nuk është lehtë. Zakonisht kjo ndodh në situata të vështira ku njerëz ta kthejnë shpinën, ku njerëz ku nuk të hecin ashtu planet tua, ku nuk realizohen qëllimet tua. Njerëzit thënë shpirtënisht, kena ka ndodhur neve në burg. Po nisa ne kam kuptuar në jetë, kjo është shumë të pak njerëz të komunë, asnjëherë ose kur mos u kthehet te vendi ku ke qenë i lumtur. Pse? Sepse është një kurth melankolie. Jeta ndryshon. Edhe jeta është çështë herë dinake. Edhe luan lojet pista, edhe kujdesi me ta ndryshu ato që dikur të ka bot më një të lumtur. Kështu që jeta ka rrugë të reja, shtigje të reja. Kështu që po du me thonë, mos u ktheni në ato vende ose në ata njerëz që një ka të lumtur. Mos u mundoni me kriju të njëjtit njerëz ose njëjtë pesazhe që dikur kanë bot lumtur. Ata nuk ekzistojnë. E vërtetë. Kështu që po du me thonë që jeta ka rrugë të reja, ka shtigje të reja. Ato e kalumja është veç një histori, një pjesë e kujtimeve, qofshin të mira, qofshin të këqija, po diçka që e përcakton rrugtimin tonë të ardhmen është që ta ka ngrit nivelin e vetdijes. Sfidat e jetës dhe sprovat e jetës janë gur themel i ngritjes vetdijes. Çdo fatkeqësi e mëson njërin. Çdo psim që mëson. Kështu që është më të fortë na bën sfida. Kam kuptuar që nëse kthehesh në vendin ku ke qenë i lumtur, gjithmonë është një kurth melankolie. Njerëz kanë ndryshuar, situata kanë ndryshuar. Nuk janë ata njerëz që kanë ndosh diku. Nuk janë ata njerëz që kanë respektuar. Nuk janë njëjtat pamjet, njëjtat pesazhe. Nuk janë, kështu që jeta kujdeset në mënyra të pesta edhe ato që të ka bërë me ta ndryshu. Kështu që pra ta jeta ka rrugë edhe shtigje të tjera. Kështu që vazhdo, gjithçka në jetë është e destinuar me ecë përpara. Ibrahim, do flasim folëm deri më tani për burgun, për gjithçka që keni përjetuar në burg, do të flasim si ishte jeta jote apo si është jeta jote pas daljes nga burgu. Realisht në para se më lupi burgut, në përfundim burgut na mundsoni para përgatitje për jetën e liri, kështu që kam dalë jashtë mas 13 vite. Fillimi ka qenë i vështirë, më adaptu për shkak dinamikës të jetës edhe rrjedhës të jetës, po me dashje, pa dashje, jam përpjek dhe mundu mu adaptu edhe
jam integruar shumë shpejt në shoqëni, edhe në jetë. Mirë po, në vazhdimësi e sipër, në kontakte, në raporte me njerëz, e kom kuptu një send që nuk ka rëndësi a je i mirë, nuk ka rëndësi a je i meqëm, nuk ka rëndësi a je i hereshëm, po më thuj se sa je i rëndësishëm për mua, kaq. Po me rrethe prej rastit, do më thënë që ke qenë burg, janë distancu, apo kanë qëndru ma afër? Të na kjo është njëtë, nuk ka ndryshu të kjo, se tash njëzë një periudhë nuk është që ka prodhu në efekta që ka ndiku diçka, se njëzë të harrojnë shumë të kalume, dhe nuk është që interesant për çka qyshtek, ma shumë përcaktohen kohës aktuale. Naman ashta ka dikush që paragjikon, ka dikush kur merri natë diçka thirrët bazohen që ato që ka ki përjetu ti thjesht ta përdor si dobësi ma shumë, po jo, nuk kisha me thonë, në kohë që ka ndiku kjo. Mirë po në prapë vazhdim aktivitete, kohën e fundit, më thonë mas 6 muajve se për të dalë jashtë, e mirë kom analizu në bërë shumë, kom di që kanë TikTok-i, po e kom po shoqënin, djemë të agjëve dhe kështu, dhe im interesu, edhe i kom kontaktu vazhdimisht mediat, më kanë refuzu, më të drejtë, më kanë refuzu krejt, të në mediat më kanë refuzu, për shkak se s'm kanë njoft, edhe prej burgut më thirrë disa herë, po pa mundësi për me dalë me dhënë intervistë, kom dalë jashtë burgut më thirrë vazhdimisht 6 muaj. Edhe më kanë refuzu. Edhe unë si tip kreativ, më ka ardhur si ide, e kom këshiu TikTok-et, e kom përcjell dhe kom analizuar se çka dojnë njerëz me pa në TikTok, edhe kom vrejtë që TikTok-i ka një platformë zbavitse dhe interesante, për gjëra interesante. Thjesht me tregu rrëfimin tonë. Po, thjesht, po, diçka interesante, diçka që i tërheq njerëzit. Edhe kom hap një TikTok, edhe kom bo video që s'ka bo kërkush Kosovë. Kom bo video vetëm të ecë, duke më thonë asnjë fjalë vetme. Kom bo dikon 200 video. Edhe njëtë pa të ndrit kurreshtje, u bon kurioz, kush është ky tip, se vish po hec, po fol, a din me fol, çka ka bë ky, çfarë mesazhe ka përcjell, a mesazhi më koni çfarë për fillimit. Ideja o konë që me dhoni një mesazh për kundër bllokimeve, pengesave edhe barrikada në jetë, ecë mos na dhe kur mos u dorëzon. Do të thonë, moto ka qenë ecë me komt e tuja, jo me mente uja. Edhe me atë mesazh që kom dhënë TikTok, kom dash mi përcjell edhe gjeneratës të re, që mos më shoqëru me njerëz që të integrojmë në jetën kriminale, mu distancu prej dukurive negative, mos më shku në vende ku janë të frekuentuara ose vende ku ekspozohen dukuri negative, sepse gjitha këtu kanë efekte negative edhe ndikojnë drejt mbi planifikimin dhe realizimin e ëndrrave tyne. Edhe ajo që ka ndodhur mua nëse mund të ndodhë edhe juve, kështu që kam dashur me dhënë një mesazh dhe me përçuar të gjenerat të reja. Edhe kjo periudhë, kjo aktivitet në TikTok më ka bërë viral. Edhe mas 200 video, më thonë, kam dalë dhe kam deklaruar pse kam bërë këtë video. Edhe atëherë e kam thyer periudhë ju kanë shkruajt njerëzit në inbox me 100 herë. Ju ke përgjigj? Disa jo, se kom pas pamosh që kam ndodhur ose shamon në ditë deri në 3000 mesazhe. 3000 mesazhe është problem me menaxhu. Po më kanë shkruar shumë, më kanë paragjikuar shumë. Paragjikimin e kuptoj, njerëz që paragjikojnë ata nuk kanë eksperiencë dhe nisin për vetvetes, edhe më shumë njerëz në TikTok më shumë e shfryjnë veten. Unë e kam kuptuar se në TikTok kur dikush të fyn, shon, të ofendon, ai nuk do të shoh ty. Po ai vjen aty me shfryj veten. Për shkak të situatës në cilën ndodhen, në cilën është. Zakonisht që ndodhet njerëz të bullizum, njerëz që janë të pakënaqur me jetën, janë të paratum, nuk e nin veten komand, edhe vjen aty mbrëmje në sheft, me atë respekt, shon, fyn, të ofendon. Sonë një veten dikush shumë. Edhe nëse unë jam në TikTok, unë e di pse jam aty. Edhe kështu që nuk besoj që dikush më marr aty me më korrigju më pse më jam. Zakonisht që më habit shumë edhe që më shtin për me kesh, është ku vin njerëz të pse ke hap TikTok. Ai vetëm TikTok. Dhe ço vet, po është me nonë, me grua, me migje, me djalë migjes, e vjen paragjiko mua si individ. Ose nëse unë bëj një video në vendet në tëra qytetet e Kosovës, unë po për shembull Pejë, Gjakovi, Stok, Bushtre, këtë vend të Kosovës. Unë edhe kam ekspozuar edhe vendin tam, do vendet që pranon në Kosovë, shqiptarë të Kosovës. Më kanë vetë për të vendin në Kosovë ku që vend, nuk e dishin kusht. Çfarë që paragjikosh, nuk e dishin kusht. Edhe po du me thonë që unë kam dhënë në çdo qytet Kosovës, kam dhënë një mesazh. Se përkundër bllokimeve, pengesa dhe barrikada në jetë, ecëm se na do kur jetë mos e dorëzon. Ata që më kanë paragjikuar, nuk është që më kanë shqetësuar, asen përkundrazi, vetëm kanë bën
ma produktiv, që më thonë ashtë më kanë korrigju ma shumë, edhe po kjo musë më kanë dalë, unë e kom arritë dhe kom realizuar të që tëne ku e mbo viral, tëne këtë metë më kanë kontaktu vetë. Jo një herë pa me 10 herë. Më kanë kontaktu edhe në Shqipëri shumë herë pasim shku në Shqipëri se legë s'më ka përshtat, edhe pse edhe në Shqipëri këmë donë në intervistë, po unë jam mirë njës, gjithë ata që më kanë thirrë në intervistë, gjithë i falenderoj, jam shumë mirë njës, nuk do të thotë edhe pse më kanë refuzuar tash mos jem mos mirë njës, absolutisht jam shumë mirë njës, edhe i falenderoj edhe ata komentuesit që më kanë shpreh komente negative, ndodh rast shama kur postoj një video që është pak më prekse, që me të vërtetë i referohet realitetit tem që ka ndodhur në burg, ka ndodhur raste ku morr deri 3000 mesazhe në ditë. Zakonisht për njerëz të pjekën, njerëz familjarë, edhe kjo më ka dhënë një ndjesi që akoma jam i vyshëm për dikon, edhe akoma jam një person që njerëzit janë të gatshëm me besu më për krah, edhe mu solidarizu me mu, edhe çka kum vret, dukshëm që në të nënë shoqëni akoma ekziston empatia. Dhe më thonë që i kuptojnë dhe ndjenë emocione dikuj tjetrit. Sa ndikojnë të këte mesazhet negative, duke marrë parasysh se ka njëherë në TikTok të shoh live kur të futesh, ndodh nga njëherë që nuk je dhe mirë emocionalisht, ato mesazhet të këqija nuk të bojnë mu një mirë, ndoshta vetëm duhet mi kalu mos mi lexu fare për shkak se mos më jep vëmendje. TikToki si platformë ka dhe atë mundësi mja bo edhe mute edhe blok. Për ato qëllimisht të lanë, edhe ato komente negative i marrë me sportivitet. Ka njëherë ma shumë e marrë energjinë edhe përgjithësinë mi këthy aty një negativa se këta pozitiva. Se ta pozitiva ta po të ratojme njëherë, shprejnë lavdata, shprejnë respekt, mirë kuptim, aty një negativa ka herë du mi demasku, mi ka dhu stop o budol. Se do ko budollave që mund identifiku. Zë më thonë tash ti pse si në shlime i meqëm. Po dëmë me dokumente që i bëndë njerëz me të vërtetin budoll. Që vjen keq për thëmë. Po, ka herë duhet mi ka dhu njerëzë se dhundime shah, po nuk e përdorit shamën, nuk është një armen që të ka zënë edukat, kulturë, ose guxim, ose burni, ajo është dobësi e shamja, po ka njëherë njerëzit duhet mi kundër përgjigjë. Mi thonë stop se aji vetëdijshëm, aji përgjegjshëm për faturën. Kështu që komente negative me një fjalë me përmbyll i marrë me sportivitet. Pse? Gjithë janë fake. Me më shkru në emën mbi emën, që thej ka i Bek Berishën që i duket vetja burë, kavaleri zoti, e shkoj të shtëpia, thëmë hajde për burja të motë më të herë në vagje sa peshojmë, edhe të një shkrujem më petë. Kështu që nuk ka asnjë njerëz. Mu nuk më shqetëson nëse dikush më kritikon edhe më korrigjon. Unë për ato jam shumë mirë njerëz nëse dikush më korrigjon edhe më kritikon. Se kritika e avancon njerin, e përmirëson. Po disa që shajnë pa lidhje që thonë do të më kthy atje, do të më kthy këto, nuk di as çka thonë ata. Ibrahim, ju edhe dy shokët tu keni qenë 13 vite në burg, që një akuzu për vrasje. Pse vendose pikrisht ti edhe akoma nuk jeni dorëzu përmes TikTokut, përmes paraqitjeve tua për emisione të ndryshme, asnjëherë nuk dorëzohesh. Dy shokët e tu nuk kanë dalë asnjëherë ndonjë intervistë? Ne jemi veti tretë jam, edhe dy personat jemi të akuzuar për një vepër penale vrasje. Unë besoj që edhe ata dy janë të pafajshëm. Besoj që në këtë aspekt, sikur edhe ata të bashkan gjitën si live, si çdo emision, më të fuqishëm kështu që. Po, përgjithësia është subjektive. Kur e them subjektive, nën kupton se secili ka përgjithësi për vetveten. Nuk e di pse ata nuk kanë qenë të gatshëm, bekimi më ka përkrahur dhe më kanë mbështet, kurse Haliti asnjëherë nuk e di pse s'e ka bëu këto. Edhe pse të paktën nuk është i gatshëm i kontribu drejtësisë. Edhe pse nuk e mundon pa drejtësia, po thash edhe një herë, secili ka ndërgjigjen e vet. Edhe kështu që më në fjalë ja lëmi kohës. Unë asnjë s'kam hesht, s'kam ndërzu, as nuk dorëzohem derisa të zbardhet e vërteta, derisa të nxjerrët drejtësia pa. Ibrahim, kur jemi këtu te TikToku, ti me të vërtet je super viral në TikTok, gjithmonë duke tregu rrëfimen e jetës suaj, domethënë një rrëfim shumë real, pastaj edhe ke shumë video kreative, domethënë me sport. Unë besoj që të gjithë ata që na shohin ja vlen më ta bëu follow, sepse
nuk është një TikTok që nështë tregon diçka fake, gjithçka je real në TikTok, si me rrëfim, gjithashtu dhe me vizita ndryshme në qytete ndryshme. Me qenë se ke një shikueshmëri të madhe, sot përkra rrethi, shoqënia, familjarët në TikTok, me qenë se e the edhe më herët që te ne është ai personi në fjalë ka vetë TikTok edhe the pse ke hap TikTok. Se përket platformës TikTokit, më ka dhënë mundësinë që une me plasu që është dhe me drejtësisë në për mediume tjera. TikTok më ka dhënë mundësinë. Nëse diku i shkon falënderimi, i shkon TikTokit. Sa e më ka dhënë mundësinë. Sonë 6 muaj rregullisht i kam shkruar media së më kanë thirrë. E para. E dyta, TikTok më ka mundësuar që me më njoh njerëzit, jo si Ibrahim, po si një histori trisht dhe një padrejtësi ndaj meje që është moshën 21 vjeçare. Do të thonë TikTok më ka mundësuar që me më njoh njerëzit, edhe njerëzit ata që më kanë njoft, edhe ata që më njohin, ka shumë prej tyre që kanë shpreh ndjeshmëri, kanë shpreh dhimbje, edhe më kanë shkruar, më kanë thirrë për vende ndryshme të Kosovës, edhe jashtë Kosovës, të Anglisë, të Gjermanisë, të Francës, deri të Amerikës, ka pas njerëz shqiptar, kuptohet, që më kanë shkruar privat, kanë shpreh keqare dhe kanë shpreh gatishmëri edhe me përkrah, kështu edhe moralisht edhe financiarisht. Edhe kjo më ka bërë një mirë, se kur keni përkraje, kur keni mbështetje, kjo veç të shtyn, të motivon edhe të nxit me punu edhe ma shumë. Ajo që the se përket rrethit që neve na rrethojnë, fatkeqësisht ka shumë njerëz që më kanë hequr edhe followin. Shumë. Më i me thonë 95% njerëzit që më rrethojnë më kanë hequr followin. Jo për ndonjë arsye që nuk kam bërë diçka të keqe, po thjesht për shkak të atij moshë që kam kriju në TikTok, se të na njerëz në zileqar. Gjithmonë i prek ajo që diçka ki boti, ata se kanë bën. Edhe ashtu ka shumë njerëz tof, trethit të kom, jo të familjes, kështu po trethit, që kena zakon ndoja nipit të zoki kushërini ata kësi, që më kanë heq followin ose nuk i kanë follow hiç. Edhe kjo është më shumë për një mendoj që më shumë e bën çështje ignorancë, që se nuk e një apo sa për krajës du. E nëse me fitu drejtësinë, e di që qëta njerëz kanë më thirrë, kanë më shku me thonë, bravo, të lumë, na të kemë përcjell, unë drejtësinë kam me fitu edhe me këta, edhe pa ata, po besoj që këta njerëz nëse nuk kanë drejt. Nëse unë kam bërë 16 vite, edhe këta njerëz nuk më kanë suportu, nuk më kanë përkrah moralisht, me një fjalë të mirë, me një niyet të mirë, pozitiv, nuk besoj që këta njerëz një ditë në të ardhmen kanë drejt me më thonë mu bravo, ose urime për fitoren drejtësisë, ose të përgëzoj, ose e kemi ditë që je si. Sepse këta se më kanë përkrah për 16 vite. E kam fjallën për njerëz jo të familjes, po jashtë familjes, trethet që mbrojtojnë. Edhe me të vërtetë është shumë interesant, se gjithmonë një pret një përkrahje për njerëzit që të rrethojnë, 95% për ty nuk i kam as follow. Edhe ata që kam post, një ditë më kanë heq followin. Jo që më ka shqetësua e pjesë, ata janë individa, njerëz. Pa, i ke pas edhe ti follow, se ndoshta ata të kanë bërë follow, ti nuk javë ke kthy edhe pastaj e kanë. Unë kam jo, ndëgja dhe kjo shpesh. Me qenë se ke shumë djegsa dhe ndoshta edhe ajo është ofendim, se më ka ndodhur edhe mu kur ja bëj follow diku edhe nuk ma ka kthy atë. Po, është e vërtetë kjo është eksakt, unë e pranoj, nuk është tip që se pranoj, po unë kam një numër shumë të reduktuar të follower. Jo për shkak mendimallësisë ose për shkak imazhit, absolutisht jo, se nuk këtë njerëz të njerë jam, po për shkak statusit që kam për drejtësi, nuk e kam patë arsysh me egzageru më shumë ndjeksa. Se nuk kam gjithmonë TikTok e faqja më konë vetëm me shpreh pakënaqësinë time ndaj sistemin drejtësisë, rrëfimi jam ka dedikuar gjithmonë historisë trisht për rastin tim. Edhe tash më përkrajnë 22.000 vetë. Edhe në mesin 22.000 vetën po dalin që ta burrat të mirë, njerëz të mirë që ma hekin followin që ma hek dikush i Prishtinës, i Voshtërës, i Gilanit, i Frizajt, se më njëkën në rregull është. E po më ta hek dikush që të një. Jo që ai mu me hap një shtyme një përkraje, po thjesht është një përshtypje jo e mirë, pse njerëzit të pakten as moralisht nuk përkrajnë, as me njëtin e mirë. E që kemë përkopon shumë të njerëz, ku i një tonë njerëz, ja jem njeri mirë, jem burri mirë, a ku të kështë qaj më i keq është. Bele ka thëmë, s'pas apo kur si një më të keq.
Në më thonë që ose edhe kërkohet një like nga dikush, është si me qenë me pagesa. Jo, nuk kërkohet, like nuk duhet kërkohet. Kur nuk më i thëmë dikuj në bëma një like, ose nëse sonë sfite për TikTok. Unë kam telefon me vete, unë është me këshyr, se kam të rezistu ma san. Unë nuk kam mujtë me përfitu shumë për TikTok, është të vërtet. Sonë ditash mundësit sa t'jep TikTok-i, viewsat, like-at e këtë di, po unë kam hap vetëm për rastin e drejtësisë. Po mungesa për krajes, për njerëzit që më kanë rrethu, nështë edhe ka dhe shokë, persona ndryshëm, që në përshamë TikTok kam njerëz që jenë autoritet që më përkrajnë. Njerëz që kanë emën, njerëz që më thonë është janë edhe afarista, njerëz që i përkasin edhe botës showbizit, që janë dikushat, e të quhet ai filoni fistikit që se në gjek kush as ka tumë vetin, ma i këfullovin mu. Pa më ndosh. E kështu që, po du me thonë, nuk për njëre ata njerëz, po nëse dikush që rast që shumë, për ma një rastin tem konkret, rastin e Fatonit, si ku metën në burg me fatanarizi, kanë edhe burgosin tjerë. E di si kanë dalë disa persona, po nuk kam dalë, e kam përkrahë dhe kam bështet, edhe kam ngritë zoni kundër asaj padrejtësie që kanë dalë dhe tina. Edhe ato kam bërë pa kur fa interesi, sa i sot nuk është, unë e kam bërë për njëtë mje edhe për hirtë Zotit. Pse e kam pas shok të burgut, kam nejtë në burg me ta, e kam njoft me ta, edhe kam nisi obligim moral. Kështu që ndërgjegja eme nuk më ka liju që në heshtë. Edhe kështu që jo pa ato për çdo të burgosën nëse ai kërkon ndihmën teme me shpreh në çfarë lloj mënyre ose çfarë lloj përkraje që kërkon prej meje, nëse unë e kam mundësinë të mundshme e bëj patjetër. Edhe jam shumë mirënjohës që unë kam atë mundësinë dikuj më afron një përkraje edhe një mbështetje dhe morale. Jo pa ato për çdo të burgosën, edhe në vazhdimsi e kam ngrit zonën edhe për burgosën, se nuk kam kurrë interesi me burgosën, se ta në burgun e Mliri, se më jetë kur gjë me ta, po thjesht e kom bërë si çështje humane, edhe një përgjithësi për shkak që unë një tretën e jetës e kom pasur në burg, edhe mendoj që është një falloj ndërgjegje dhe morale me përkrahje njërit dopt, se të fortin nuk keni më përkrahje, të fortin e përkrahjen tonë. Edhe kështu që njerëz që janë në burg, normal që ku jenë në burg të gjithë mund një dopt, si në mirëqenie e dikujt tjetër, ata kanë nevojë për përkrahje dhe mbështetje, kështu që në mënyrë më të mirë të mundshme e kam bërë dhe e bëj edhe vazhdoj me bë. Nëse dikush më kërkon një ndihmë që unë më bë, nuk hezitoj. Kështu që kjo është arsye pse dosha më thon për ata që s'm kanë përkrahur, që se di mu vjen keq për ata njerëz. Ibrahim, ju keni dhënë shumë intervista në për studia të ndryshme televizive dhe ke qenë gjithmonë i drejt për drejt, ato që mendon e thua pa hezitim. Gjatë kësaj kohe, duke dhënë akuza të ndryshme, ke pas kërcënime nga personat duke marrë parasysh se je ndjekur në TikTok shumë? Kërcënimet, çka janë mesazhat fake, ato janë kërcënimet që unë as nuk i evitoj ato. Unë jam i vetëdijshëm edhe i përgjegjshëm për çdo veprim që marr. Pavarësisht është i thjesht e rëndësishëm, i di faturën e jetës. Kështu që për ato që kam deklaruar deri më sot, e kam thonë me përgjegjësi morale dhe ligjore, edhe mbaj përgjegjësi. Kështu që nuk kam arsye as fobi për drejtës. Nëse unë vazhdoj me luftu për drejtën time, e di që mbron edhe Zoti. Kështu që nuk e ni kur falloj frike, as nuk kam fobi. Po me ndonjë profil real ka ndonjë kërcënim apo jo? Real, jo e më shkruan që tash s'po them, si shkruan zakon njerëz unë jemi i fort. Po nëse më shkruan ti mua me profil tonë, me emën mbi emën, unë vit të dera të lipi llogari pse më ke shkruar. Nuk kam nevojë me shkruaj me trapaton policin, vit të dera ti pse më ke shkruar, atë kam bërë sa. A mos si ka thonë ai gazmet marrëgjera, mos ta kam shkel livadhin. Çka të kam bërë? Edhe s'besoj që ka si njerëz që kanë qësi guximi. Këta që shkruajnë, njerëzit që i paragjykojnë njerëz që shkruajnë vetë ata nuk janë njerëz të guximshëm. Ata janë frikacokat më të mundshëm që ekzistojnë. Kështu që ata as nuk e vetoj, nuk i shata. Jemi krejt në fund të emisionit. Me qenë se vitet po shkojnë, po ti asnjëherë nuk je dorëzuar, domethënë çështjes të padrejtësisë që të është bërë që ke qëndru 13 vite në burg, ta dim, ki akoma besim të shteti jonë apo jo? Unë
drejtësinë nuk e shoh si që e bojnë njerëzit, nuk është shumë që besojnë drejtësi, sepse drejtësinë nuk e personifikojnë me njerëzit, sepse drejtësinë nuk e bojnë njerëzit. Drejtësia është një praktikë që njerëzit e zbatojnë, edhe më shumë përdoret si koncept që më shpërlon njerëzit runin, mi mashtru, mi ratu edhe në fund mi nuk ret. Drejtësia më shumë u jepet atyne që din ta marrin sa atyne që u takon, kështu që drejtësinë e shoh si përparësi më të fortë. Kështu që besoj që me kohë drejtësinë do ta marr. Kështu që drejtësia nuk kërkohet pa ja merret. Edhe unë këto më shumë jalo kohës, edhe kam besim se asnjë gjë nuk mbetet pa zbuluar nga koha, sepse e vërteta nuk vdes kurrë. Kështu që e thash se drejtësia e vonuar është drejtësi më hume. Edhe unë besoj që drejtësia nuk vjen drejtësisht, ajo vjen padrejtësisht. Pse? Nëse nuk vjen në kohën e duhur dhe vendin e duhur, kudo që vjen e padrejt. Por e rëndësishme është mu zbarë dhe vërteta, edhe me reflektu ajo që kam thonë për 16 vite. Unë kam deklaru edhe në moshën 21 vjeçare që mi pafajshëm, që vazhdoj edhe më sot. Unë edhe kur kam 21 vjeçare më kanë i pafajshëm, po jam edhe sot. Kështu që nuk, se dikush mund më thonë pse s'ki deklaru më herët, ose pse sot. Unë në moshën 21 vjeçare kur më arrestu, kam deklaruar që jam plotësisht i pafajshëm. Edhe në burg më kanë paragjyku për kauzën e drejtësisë, sa unë po luftoj vetëm për medalë për i burgut edhe në këmbim të lirisë, gjithë këtë protestë, gjithë këtë komgullje, gjithë këtë luftë, e më ka bëjnë në këmbim të lirisë. Jo, unë e kam bërë për drejtësi. Unë më lejopi burgut që 3 vite edhe vazhdoj me luftu për drejtësi. Shpresojmë që të zbardhë gjithçka dhe e vërteta të dalë në shesh. Ishte kënaqësi që ndave kohën edhe që ndave rrëfimin tuaj të veçantë me ne dhe me shikuesit tonë, të kemi besim në veten tonë dhe mos dorëzohem asnjëherë. Faleminderit për përkrahje dhe motivim, edhe besoj që në të ardhmen, një të ardhmen shumë të afërm, këto që kam thonë për 16 vite kam më dëshmu dhe më argumentu, edhe do të provohet pafajësia ime. Shpresojmë, faleminderit shumë edhe një herë. Gjithashtu faleminderit.